Mirë, bashkohet me mua në program nëpërmjet një komunikimit drejt për drejt ish kandidati për kryetari i Partisë Demokratike, zoti Ibsen Elezi. Zoti Elezi, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua drejt për drejt në Tirana Live. Mirë se u gjeta, Emiliano. Zoti Elezi, siç e pam edhe nga sondazhi, zëri i shqiptarëve i publikuar këtu në ABC News, duket se 80% e shqiptarëve, e demokratëve, nuk besojnë te Partia Demokratike me në krye Sali Berishën, madje sipas këtij sondazhi rezulton se vetëm një përqindje e ulët, 16% ndjekin akoma Sali Berishën. Kjo gjë në fakt u pa edhe dje në një ditë të rëndësishme, siç ishte dita e rinis, ku Berisha arriti të mblidhte në shesh vetëm 300 njerëz, 300 veta. Por apo braktiset, zoti Elezi, Partia Demokratike nga demokratët apo Berisha? Emiliano, rënien e Partisë Demokratike në kuota elektorale ne e kemi diskutuar për një kohë gjatë, që është një parti që po shkon drejt kurrjes. Dhe arsyeja që pse kjo parti po shkon drejt kurrjes ka të bëjë pikërisht me faktin se si ajo funksionon. Mënyra si funksionon është elementi i bazë që krijon besimin në elektorat. Nëse elektorati sheh që partia është pjesë ose pronë e dikujt dhe funksionon me urdhrat e dikujt, patjetër që ajo humbet pikë në sytë e elektoratit. Nëse ajo është institucion dhe vepron me rregulla dhe norma, është garanci, sepse aty shohin garancinë gjithë njerëzit. Pra, diferenca e parë është institucion me rregulla apo një parti ku një person vendos autoritetin e vet dhe urdhri i personit është rregulli. Pra kjo është diferenca. Arsyeja e kurrjes është pikërisht kjo. Dhe do vazhdoj për një periudhë 8 vjeçare e uli në shumë në kuota Lulzim Basha. Pas periudhës Lulzim Bashës 2021-shit pothuajse gjithë ajo çfarë ndërtoi Sali Berisha ishte ta kthente në një parti që do ishte jo vetëm durë të vet, por gjithë kuporën drejtuese që ai e ka emëruar dhe pjesë më shkoqur për ta thënë pjesë e mbrojtjes interesave të një rrethi të ngushtë familjar ose një rrethi të ngushtë interese. Megjithatë, ajo çka ra dije normalisht do të kurret. Qartë, ajo çka ra dije në sy, në shesh, mes 300 vetave që u bashkuan Berishës, ishte dhe Saliani, Kalaja apo Ali Mehmeti, 3 rebelët, le të themi, që me një kafe apo foltore në Durrës u duk sikur donin të tentonin zbritjen e Berishës nga froni. Mendoni se ata u tërhoqën apo ndoshta ka diçka më të thellë se kaq? Thush 3 rebel për këto personat që se kanë hapur një herë zonin mrena partisë. Ai Saliani është rebel, po këta dy tjerë njihen për rebela, këta dy tjerë njihen njerëz se si është ngjuar zoni kur mrena Partisë Demokratike. Ngjohet zoni për një kritik me vend, e ke parasysh, sepse kur ndodhin fenomene negative, pa njerëzit me moral kritikojnë, flasin. Nëse njerëzit nuk flasin, atëherë problemi është i thjeshtë. Këta persona nuk janë personat e duhur, vetëm kaq po them. Ndërsa për sa i përket Salianit, po, ai është rebel sepse ka treguar me shkop në dorë në 8 janar. Një person që arrin, lufton, krah policëve të Tiranës. Është një ironi therrse kjo që bëni ju, zoti Elezi. Jo, nuk është rebel, thjesht po flasim për rebel. Nëse thu rebel është ose më shkurt dhe më shkoqur. Fjala rebel këtu lidhet ngushtë me tiparet e individit kur ai kundërshton ose nuk i bindet. Zakonisht kur veprimet politike janë këqija ose ajo çfarë ndodh në një situatë është e keqe. Këtë mund të quajmë ne rebel në thojza në mënyrë figurative siç e thatë edhe ju. Zoti Elezi dhe du ta sqaroj se në momentin që përdoret fjalën rebel për këto 3 persona vetëm për Salianin është fjala ose epiteti i goditur. Dakor, por kam edhe një pyetje të fundit për ju, një pyetje të drejtë për drejtë. Në prill, Partia Demokratike do zgjedh kryetarin e ri. Berisha e ka shfaqur ambicien e tij që do kandidoj sërish. Ju në fakt keni kandiduar përballë Berishës si kryetar i Partisë Demokratike, keni shprehur hapur qëndrimet tuaja kundrejt Berishës dhe pyetja është pse një guxim të tillë nuk e merr Saliani
i cili shfaqet në publik si rebel, por kur vjen për balë Berishës, nuk e ka këtë rebelizëm, le të themi. Po sepse unë kam kartën morale, Saliani nuk e ka kartën morale. Në momentin që unë kam thënë, unë nuk kam qenë kundra Berishës në momentin që ai nisi foltorin, por nuk jam bërë pjesë asnjë moment me zotin Berisha, për shkak sepse unë kam ditë që ai po mashtron. Dhe edhe pas përballjes që unë kam pas me zotin Berisha, përballja ka qenë e tillë që unë të arrit të ndërtoj një frym brenda Partisë Demokratike që Berisha spari mundet me votë. Berisha nuk mundet me manipulim votash siç bëri Saliani me Gazbardhin dhe kompani, ku në një sallë me 1900 vetë deklaronte 5000 vota. Pra kjo është një akt i turpshëm që e ka bërë Saliani me grupin e tij në atë kohë për të mundur Berishën. As duke marrë vullën edhe duke ikë me vrap, duke u fshem as vendimit gjykatës kur ti nuk i ke njerëzit. Dhe kjo është një idiotësi e dytë që e bën prap një grup me Salianin dhe me të tjerë. Po kam thënë, në politikë dhe demokracia e kërkon rregullat e lojës që Berisha mundet duke ndërtuar një model të kundërt ballë për ballë. Asnjë formë tjetër nuk ka. Ndërsa një pjesë atyre Ali Mehmeti, ku çam përmendet i këto të tjerët, janë një person që domethënë janë imitimi një modeli Dalbojët Ramizalis që ka funksionuar në kohën e Enver Hoxhës. Rri aty afër këtij se ky është plak do vdesi dhe kur të vi ky ne jemi çuna të mirë dhe do e marrim PD në dorë. Këto lloj skullliqesh në politikë nuk janë rezultat, nuk janë normale dhe nuk janë rezultative. Duket sikur ky krahasim shkon më tepër me Gazmend Bardhin. Jo, edhe Gazmend Bardhi dhe të gjithë ata tjerë që sa hapin gojën. Për shembull, ti mendon që këta kanë statur për të përballë me Berishën, janë temruar këto nga Berisha. Kuvendi i Prillit, ku këto janë bërë pjesë e parlamentit Partisë Demokratike, Këshillit Kombëtar, është vullneti i Sali Berishës, më nuk është numru vot. Thjesht është futur emrin në listë se ka dalë Sali Berisha. Qoftë këtij Ali Mehmetit, qoftë kush është, Ati Kalase dhe të gjithë atyre tjerëve. Ndërsa rasti i Salianit është një person që është koptuar. Koptuar do të thotë që një person që Sali Berisha e ka bërë antar kryesie kundërshtim me çfarëdo lloj rregulli. Tash këto kanë një pozicion drejtues në Partinë Demokratike për shkak sepse Berisha ka dashur. E si mund të jenë këta, mund të kenë kurajë dhe moral për të qenë kundra zotit Berisha? Sepse po dalesh nga një proces votimi dhe nga një përplasje politike brenda Partisë Demokratike, të marrësh një vot besim, patjetër që ke kartën morale. Për shembull, nëse unë përballë zotit Berisha do arrija të merrja kvotat e 15% që e kërkonte statuti, do krijoja një rrymë e cila do ishte funksionale brenda PD-s. Ndërsa po ti pyesësh këta, spari këta deklarojnë që nuk është lëvizje. Dyta thonë që është një forum që duhet pyesim bazën si shpëtohet PD-ja. Po pse baza antarët e Partisë Demokratike, në fakt për nivelin antarët e Partisë Demokratike, për nivelin që kanë këta janë 10 herë me nivel më të lartë moral, integritet moral dhe nivel politik. Por du të them këtë, që këta nuk e kanë kartën morale dhe e dyta këta nuk dinë ç'a bëjnë, nuk dinë ç'a deklarojnë. Ke ngjuar në pikpamje, sepse ti kur ti fillon një lëvizje, ti ke një strategjike dhe pikpamjet politike që i bën prezent pikpamjet tua. Kundra modelit Berishës, kundra autokracisë, apo kundra arsyeve themelore, sepse PD-ja deri në këtë moment, domethënë ka degraduar dhe nuk është kompetitive, nuk është në gjendje që të garojë në një betejë elektorale dhe të fitojë, të mundet i Ramën. Minimalisht po themi këtë. Por atëherë çfarë qëllimi ka sipas jush Saliani? Po këta se din vetë që ati do më pyesësh mua, këta hajde kanë bërë zhurmë për të bërë eksponent politik, siç ka bërë, se ky Saliani është, ta tjerë ndoshta edhe kanë net në rolin e skuthit, kur në Partinë Demokratike janë thyrë gjithë rregullat dhe Partia Demokratike është shkërmoqur, se tashmë është shkërmoqur, nuk e ngren, s'kesi e ngren dot më në këtë drejgje që ka rënë, po Saliani është edhe i certifikuar me vendim gjykate për falsifikator. Faleminderit zoti Elezi. Ishte kënaqësi që Nëse u jepet një mesazh demokratëve, për shkak se ato janë të pakënaqur me gjendjen, se s'po e mundin të Ramën, që demokracia këtu është zhbër dhe ato sondazhet më së miri e tregojnë. Po t'u japësh si alternativë shpresdhënëse Salianin dhe këta të tjerë që s'hapin dot zënin e gojës, as nuk artikulohen dot se ç'a mendimi kanë, kjo pastaj është edhe më e keqe se kjo që po ndodh. Zoti Elezi, faleminderit që ishit me mua këtë mbrëmje në Tirana Live. Ju falenderoj edhe unë.